4-1 Holanda, 4-1 dhe ka shpërthyer festa pikërisht aty ku po zhvillohet ndeshja në pjesën e parë 1-0 për Spanjën dhe pastaj 4 gola të holandezëve. Akmarrje, i gjendemi shumë afër tifozëve të Spanjës dhe ata që janë në rrethin ton familjar, u themi mos u mërziteni sepse mund të keni dhe shanse tjera rrugës. Prandaj sot është Zbesoj që Spanja sot ja dalje. Jo, as unë nuk e besoj më. Cila është minuta? Minuta e 74. Sulqen, qoftë se do vija bast për Spanjën, sa do ishte koeficienti në këtë moment? 984. 984 dhe imagjino, flasin për kampionin e botës dhe ju e merrni në përkëmbë. Ka pasur mjaft diskutimi edhe në ndeshjen e orës 18, ka pasur golet anulluar, ka pasur kartona, do të diskutojmë shumë edhe për Moviolën, apo jo Bart? Po, sigurisht. Polemikat shumëta. Filloj që mbrëmë dhe vazhdoj dhe sot. Ndërkohë që Nertili sot ka bërë skupin e ditës se ka bërë politikën lëmsh. Do ketë zhvillime nesër. Do ketë zhvillime, kanë me një minister këta të DSI-s. Një minister është drejtikës, 3 të tjerë janë me performancë, ajtë shumë të ullët sa 4 total. Do jenë 4. E mora veshe. Mysafir të tjerë? Mysafir të tjerë, fillojmë me Edlira Qepani, më mbrëmë mirë se keni ardhur, një tifoze e Hollandës. Jo, unë nuk jam tifoze me Hollandën. Sot ju kemi ullur të 3 me Hollandën, kështu që... Unë në fakt jam tifoze me Meksikën, gjithmonë në botror, duke qenë se në qoftë se nuk është Shqipëria, është Meksika, sepse unë jam me lindur në Meksikë, kështu që patjetër që do jem pak tifoze me Meksikën. Basi ikën në Meksika, pastaj jam tifoze me Brazilin. Kur niseni për Meksik të dielën? është një delegacion i madh i gjithë konsulve të nderit, të cilët kanë një vizitë zyrtare në Meksik dhe kanë parashikuar takime me presidentin e Meksikës, apo jo? Po, me presidentin, ministrin e jashtëm, ministrin e turizmit, ekonomisë, financave, ka takime goxha të rëndësishme. Atë zotrin atje nuk e prezantojnë. E rëndësishme është edhe skuadra meksikane dali si njëherë ca kohë edhe deri në çerk finale, pse jo edhe në gjysmë finale. E meriton, me lojën e sotme e meritoi paktën. Do të shohim, po, sot kanë luajtur shumë mirë. Iglin ta prezantojmë? Po, Iglicara do ta prezantojmë. Iglicara deputeti PD-s, tifoz i Hollandës. E tregon. Jo, e shoh bluza është do të jetë mall i blerë në tregun Çam. Jo, është bluza origjinale e vitit 74, nuk është tanishme. Bluzë origjinale vitit 74. Kush e beson këtë? Ja, ke këtu brapa, mund të erë. Do më falesh vetëm një moment, duhet parë. Vazhdo ndeshja, ndërkohë Igli është akoma me... Okej, nuk është origjinale, po është David është tifoz i marë. Pikërisht atëherë ku ka filluar futbolli total, se normalisht Hollanda ka filluar të njihet në botror pikërisht në këtë vit, kur doli edhe në kampion e botës në finale me Gjermaninë. Mirë, unë kam përshtypjen ti je nga Durrësi, je i lindur në atë qytet, vazhdon të jetosh në atë qytet, përgjithësi durrësakët vetëm me Hollandën s'kan qenë. Jo, nuk është tani ke gabim. Në vitet 74-78 kuptohet që Durrësi në atë kohë me varfërinë që i kishte gjithë Shqipëria, vetëm gëzimi ishin ndeshjet dhe kuptohet dalja 2 herë në finale në 74-78 bëri që tifozat e Hollandës në atë kohë të shtonin. Bilës në qoftë se do të shohësh tifozat e hershëm të Hollandës sa asaj periudhe i përkasin. Kuptohet vazhduan mbrapa me 88-ën me periudhën e 3 holandeze dhe pastaj mbrapa. Me kë është Ilir Meta Nertil? Holandez. Me Hollandën, po. 4 gola sot Hollanda, 4 ministra. 4 ministra ndoshta. Ka pas një impakt në vitet 74-78 me Cruyffin, Harihan, do të thoja që kanë lënë një gjenerat holandezësh edhe në Shqipëri. Le Durrës mbas se pritet, jo? Jo, kuptoj, domethënë po vetëm ti nuk je aq i lashtë, domethënë sa më përmendë gjithë emrat. Do mund të flasim edhe për Skënderbeun dhe nuk jemi të lashtë, gjithë diskutojmë, ne lexojmë. Skënderbeun janë i kaçit e ke fjalën sepse është bashkohës me Ajaxin asaj periudhe. Absolutisht që nuk je, por teknologjia t'jep momente me anë të YouTube-it mund të shikosh tani çdo gjë, ndeshjet atyre viteve, ti lexosh, shikosh dhe atëherë, kjo bukuroshja këtu, e cila nuk është vetëm e bukur, Diana ka nderuar, sepse falë saj kemi arritur në kulmet e audiencës, aq sa mund të arrinim, dhe ka pasur propozime që Gjesi ta bëj vetëm programin, prandaj unë do jap dorë që do largohen. Jo. Lidhemi me Elbasanin, ku na pret kolegu ynë për të parë se ç'po ndodh tani atje, gjatë ndeshjes, jemi vetëm pak minuta përpara se ndeshja të përfundojë. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma Jessica, mirëmbrëma Enkel. Në fakt, unë ndodhem në bulevardin kryesor të qytetit e Elbasanit, pikërisht në një nga baret që si të shihet edhe nga pamjet filmike. Le ta përcjellim atmosferë. Goli i 5 i Hollandës, goli i 5 i Hollandës. Jashtë zakonshme, kjo Spanjë po turprohet. Wow. Ajo që mund të them është se sot kanë qenë të shumtë tifozët e Hollandës dhe kanë qenë më pak ato të Spanjës, por që ky botror, Brazil 2014, i ka dhënë në fakt një gjallëri qytetit e Elbasanit, disi të përgjumur qytetarët e Elbasanas, por me sa duket krejt ka ndryshuar e gjitha nga ky botror. Unë do doja që së bashku të ndjekim edhe disa opinione që unë i kam pregatitur për të shtuar më shumë në fakt edhe bisedën në studio. Do të afrohem pranë të ftuarve, jemi me Artin Kovacin, për të dalë këtej do jemi më mirë. Artin Kovaci si specialist i futbollit, si njohës i mirë i fushës së Blert. Si u duk ndeshja e sot me Spanjë, Hollandë? Mbrëma të gjithëve, asnjë nuk e mendonte që kjo ndeshje do të përfundote me këtë rezultat. Megjithatë, unë jam dashamirë si futbollit holandez, kënaqem shumë, emocionet i përjetoj tamam si një ndeshje kur kemi drejtuar dikur Elbasanin ndër vite. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme, shumë gola, rezultat që i përket megjithatë një lojë shumë të bukur. Janë dy ekipe shumë të mëdha të kontinentit të Europës. Megjithatë, nuk e kuptoj gjendjen dhe nuk është më merr mendja asnjë gjendje të argumentoj gjendjen e Spanjës në këto momente. Momenti psikologjik nuk diskutohet, është i rënduar nga ekipi spanjoll. Megjithatë, veprimet individuale të lojtarëve të mëdhej të ekipit Hollandës bën diferencat që prunë edhe këtë rezultat. Ky duhet ishte mendimi im për ndeshjen e sotme. Cili është ekipi juaj i zemrës? Thashë edhe më përpara, dëshira ime është që sot Hollanda të ishte fituese, këtë e mendova edhe përpara ndeshjes, por jo me këtë rezultat. E ndjeva emocionet ashtu siç kam ndjerë para shumë vitesh kur Hollanda ishte bënte diferencën pavarësisht se nuk kanë vënë një trofe të këtij rangu. Dëshira është që të shkojë deri në finale. Atëherë, me kë e parashikoni Hollandën në finale? Shumë herët, me këtë ndeshje që tregon sot, duhet me qenë emocional, megjithatë, vlerat e futbollit ajo ka pas të traditës, vlerat individuale ka, ndeshje shumë të vështira përpara ka. Themi që inshallah po vazhdon kështu si kjo ndeshje e parë. Megjithëse ndeshja me ndeshje nuk u ngjan, por them që ka hyrë me një dëshirë tjetër, sepse kjo ka qenë diferenca sot që edhe sot Hollanda triumfoi mbi kampionët e botës, ka qenë grinta sportive. Që asaj i ka munguar në atë moment që ajo ka dashur gjithmonë trofe. Mirë, në rregull. Jo, pak më vonë ato opinionin, sepse na ka mbritur dhe një mysafir në studio. Do t'jemi më pas së bashku. Sepse na ka ardhur një tjetër ngjyrë portokallie. Lira Gjoni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ju gjej, mirë se gjej. Duhet prisje golin e fundit që të vijë. Një sekondë. Është kapele e 74-s. Shumë bukur. Atëherë që kurse Holanda ka hyrë në shtëpinë time për herë të parë. Tani me që ti merr vesh edhe nga origjinaliteti i mallit, unë mendoj që Idea Blues nuk e ka origjinalet. 74 pe ka bletë Treguçan. Jo, nuk është 74, po as bletë Treguçan nuk e di. Është 74 ka që hapun ngjyra? Shef ja keni kohë që nuk merrni vesh me njëri tjetër. Mirëmbrëma. Në qoftë se doni, në qoftë se ju sjellin fat, mund të rini deri nesër në mesnatë sa të fitoj Italia. Atë ta shoh. Deri në ndeshjen me Kilin, mirë jam i kështu. Do ta mbajmë buzëqeshin të stakuar. Po. Po ishte klokur, oranje vazhdon, prisë s'ka mbaruar. Ka edhe 7 minuta. Ka edhe 7 minuta dhe ne kemi bindjen e plotë që do të barazoj Spanja. Dëgjoj, koeficienti më ata zotria. Tash sa ka shku koeficienti është parë që 986. Prisës po m'hapet internet. Është shkullorzuar Spanja. Nga kampione e botës 5-1, askush nuk e priste. Sulqe, parashikove këtë hakmarrje ka Jo, qështë madhe? absolutisht jo. Bile në fund pjesës parë ishte Van Persie që solli një gol nga qielli. Nuk ishte toksor. Spanja kishte Da Silva mundësim për ta çuar nokaut, 2-0, mos shikojmë rezultatin e tanishëm.
pjesën e parë, më shikonim që mund të themi pjesë e barabartë, pak më mirë për Spanjën, do thoja unë, mënyrën se si qarkullonte lojën, por pjesa e dytë është një tërmet, jo vetëm për Spanjën, por edhe për futbollin tërësi, sepse presim që kampionja e botës në fuqi të vi dhe të haj 5 gola, mbase ne duhet shikojmë statistikat për të parë një risi në futbollin botror. Që kampionja ta nisi me nga ndeshje. Qoftë me Hollandën, është diçka e veçantë, Keli. Është një rezultat tronditës, mund të themi është mbase edhe një fundi një gjenerate, siç është Xavi, Iniesta. Ndoshta s'kan dhe më motive për të luajtur. Është dobët Barcelona, është dobët Spanja, sepse baza ishte mirë Barcelona, ishte mirë Spanja. Nuk po shikojmë gjëra të reja, mbase edhe bashkimi kimik midis lojtarëve të tjerë të ekipit, pra jo vetëm atyre që janë bazë të Barcelona, nuk funksionoi. Po të shikonim edhe pjesën e parë sulmi tek Spanja nuk ishte ai që bëj sulmi karakteristik me shumë pasime, që dilnin lojtarët me njëri tjetër. U mundua Del Bosque të bëjnë 2 ndryshime, duke futur Pedro në fush dhe Torres, por deri tani nuk ka asnjë rezultat. Është e rëndë, se nuk është Holanda ose brezi më i mirë që ka Holanda këto vitet e fundit. Okej, është një grup, po nuk ka yje, pra nuk është Holanda as botrorit kaluar. Po mund të jenë kur të mbaroj botrori? Okej, pra grupi mund të bëjë diferencë, po në letër edhe ti nuk e besoje 5-1, apo jo? Holanda në letër është ndoshta Holanda më e dobët të gjithë botrorëve, ku e shef në letër, maksimumi ka 2. Pra në letër, kjo Holanda. Po të shohësh të gjithë lojtarët që ka i vinë nga ekipe jo të njohura përveç Robben, Van Persie apo të tjerat janë gjithë o Aston Villa, o Swansea, o Feyenoord. Si? Në jetë grupi është gjë e mirë. Shikojmë inshallah ngelet vetëm te Manita, se nesër fillon shtypi spanjoll. Sa për gjë Manita se 6 për zotin. O, prishe. Jo, për pak. Interesant. Casillas paktën Casillas bëri mrekullim. E bëri mrekullim pasi u fali një gol. Interesante është. Sulçe, interesant është dhe që Alonso ka 2 vjet pa shënuar me kombëtaren. Që shënoi sot me penallti, dakor, 11 metra. Interesante është që Pedonalia po bëhet nami. Robben. Ja, kjo është Spanja më e dobët që kanë parë një. Unë në fakt sot isha me Spanja. Sa të tuarit tanë një Spanja 27 ndeshje kishte Pedonalia. Sa me Hollandë. Do të shkojmë sërish në një lidhje direkte me kolegët tanë nga Pedonalia, aty ku na pret Enkeli. Enkel, përshëndetje. Mund të jetë edhe atje në të njëjtën kohë. Mirëmbrëma. Këtu është Demi, aty është Xhelili, kështu që Ndryshe nga dje, sot jemi spostuar tek Lulish të 1 maj. Siç e shikoni, ka dhe një numër mjaft të madh tifozësh. Kryesisht janë tifozë hollandez. Dhe janë edhe tepër të kënaqur, duhet të thënë, sepse rezultati 5-1 pra nuk është normale. Ato karikët bosh me siguri janë tifozë të Spanjës, si kanë një shpitë. Ata spanjollët që janë larguar, sigurisht rezultati 3-1. Atëherë do të marrim disa opinione të pranishmeve të tifozëve se si ndihen ato dhe për atmosferën sot. Mirëmbrëma, si jeni? Si u duket atmosfera sot në Cafe Bridge? E këndshme. Njerëzit ka nevojë për këto evenimente, sepse dalin nga natyra, nga jeta e përditshme. Është një kënaqësi që them ka mundësi të vazhdoj gjithë muaj i ngarkuar mes. Ju me kë jeni tifoz? Unë jam italian. Mendoni se do shkoj larg? Po them që do shkoj deri ke finalet. Megjithëse nuk është në pozicionet e veta, po them që do. Ju falenderoj. Dhe juve marr zoti për këtë intervistë që po bëni këtu ke lokale. Falenderoj. Atëherë siç e shikoni, Alo, më dëgjoni? Enkel, të ka rënë një hije elegancë sot e jashtëzakonshme. Falenderoj, edhe ju jeni shumë bukur aty. E ke fjalën për Gjesin, e kuptohet. Edhe ti Enkel. Jo, këtë nuk duhet ta thoje, por nesër. Enkel, dje ishim sërish së bashku, numri më i madh ishte gjatë ndeshjes së djeshme të Brazilit apo sot me Spanjë Holland? Sot është numri më i madh pasi kjo është edhe një finale e parakoshme, pra. Spanja me Hollandën janë 2 pretendentët kryesorë, kështu që kanë edhe numrin më të madh tifozëve. Okej, me kë jeti vet? Unë jam brazilian. Brazilian, duket se si. Ora, unë nuk e kam mësuar akoma, ju të tre me kë jeni. Enkel, do të jemi sërish së bashku më pas. Unë jam me Brazilin. Ti je me Brazilin?
Nuk duke është, Ka, platini. Po në shumë qeverin, në Brazilin, po. Sot isha me Spanjën, jam i demoralizuar, mbaroj ciklin, mbaroj. England. Me Angli, dhe unë me esë, Bardi? Më pëlqeu ajo shprehje mbrëmshme e Zotit Gaqo, që tha kur kam qenë i vogël, se normalisht tifozliku vjen kur je i vogël, se nuk mund bëhesh tifoz kur je i madh. Edhe unë kur kam qenë i vogël, jam ati brezit Maradonës, dhe kështu që normalisht jam bërë me Argentinën atë kohë dhe ngela. Po besoj se s'janë keq. Shiko, të jesh me anglezët ka lezet, tifoz një ekipi që ka shpikur futbollin, mas e tjerë, futboll. Anglia. Që ka fituar vetëm një herë në jetë. Tani, në qofë se do t'a dish, dhe më po t'a them, Kina, do më thosh. Se ti meresh pak edhe me retrospektive. Po, me Kina, Anglia. Futbolli është shpikur në Korç. Ka gjurëm të vjetra të futbollit, ndërkohë këta po presin golën e gjarta në pa mëshirshëm fare. Këta mezi po presin të mbarojnë ndeshja. Unë s'kam parë në Spanjë ka ishte shturë. Janë që rentu. Spanja. Më falë. Krasoj të ndeshjen që shohim sot me para disa javësh, para 2-3 javësh, luan të Spanjë Bolivi, ndeshje miqësore, e gjykuar nga kolegët tonë. Dhe të gjithë, duke para të ndeshjen, thamë që ne Spanja kështu kaq dobët, por të gjithë mendoni se donin që mos të vriteshin lojtarët për shkak se do fillon dhe botrori dhe të ishin në formë, por këto më duke se pas kanë harruar që ka filluar botrori. Dhe ndoshta... Jo, seriozisht sot... Me këtë rezultat, Spanja, Bardi, normalisht duhet që të shqetësohet dhe për kalimin në grupë, jo vetëm, sepse është një goditje psikologjike për ekipin. Sosh 5 gola dhe që kryeson ndeshjen 1-0, është trondit se ngel. Jo, në fakt penaltia, unë kam dyshimet e mia, ndoshta më vonë edhe Bardi mund t'japi në një opinion, si ishte penalti. Gjyqtari gaboj kur i dha penalti Spanjës. Ashtu kishin me Meksikën sot, ishin golet sigurt. Ka pasur sot. Megjithatë sa do që u dha dhe një penalti, përsëri rezultati shkoi 5-1. Me ato që kemi parë nga gjykimi ndeshjet e para, kot qajemi me Bardyl Pashaj dhe kompanin kampionatit shqiptar, i pas kemi mirë arbitrat tanë, ne në fakt gjithmonë jemi qa bën arbitrat, qa thonë, po të ndeshjet para që kemi parë, Engel, është një moment ku arbitrimi botror... Gjykimi Ricoli dhe i bashkëtorëve ti më duk perfekt mo sot, se dhe më dhe 11 metrësh më duk shumë i saktë. Jo, po të Meksiko ishi goli... Të Meksika, dakord. Dy golat e Meksikës ishin dy golat të qartë dhe totalisht të dukshëm që ishin... Jo, minimumi aji me koki dhe Santos ishe gol shu... Ishin të dyshin golat që nuk bëjtë ishën anulluar. Vetëm Shqipëris me Hollandën atërë janë allohat atërë. Tja rafëm Hollandën. Ju përndoj, sa të mbarojnë ndeshën, do meremi pak me Meksikën. Ku ne këtu e rafëm, 1-0. Okej. Tani do të shkojmë te kolegja jonë që na pret pak më lart, Stella Kotri, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, me zor po prisja të vija në fakt në këtë linë, ndoshta pritej që të më kishte ikur buzëqeshja për këtë rezultat Spanjës, meqense edhe unë si një pjesë e madhe po e prisim me entuziazëm, po si një tifoze e çmendur e Spanjë nuk do doja tash jam me kaq pesimizëm, vërtet rrezikon grupin sikurse Sulçe e theksoi, për një farë mënyrë ndeshja e parë është, ndoshta rezultati mund të ndryshojë edhe rrugës. O 5-1, ndoshta ka dashur të respektojnë Hollandën, meqense sot ishin të gatshëm për sulmuar edhe për t'i kthyer pas atë zhgënjimin e finales së madhe para 4 viteve. Stella. Po. Do kemi një plan të madh tani se është duke qarë nga gëzimi Edlira Gjoni. Vërtet? Po. Edhe 2 minuta të flasim bashkë në pastaj. Është duke qarë nga gëzimi, po i dalin lodhët. Më kujtohet në botrojnë e kaluar, kur edi duke qarë ku Spanja fitoi 1-0. Po tani dhe rotacionet janë normale të ndodhin, kështu që pavarësisht çdo gjëje tjetër në një farë mënyrë edhe duhet i pranojmë. Stella, ti je me Spanjën apo bën sikur je me Spanjën, se ti se pas ke problem fare, 5 gola. Jo, do të thëj që Azër xhavap në përgjigje. Nëse se kam problem, po nëse filloj të qaj që ditën e parë në përballjen e tyre të parë, imagjino se çfarë mund të ndodhë nëse Spanja dhe Barcelona, sikurse ti e theksove, na zhgënjen deri në fund, se ne e dimë që bazën më të madhe e ka dhënë Barcelona, po Casillas me priti një gol tani nga fundi. E priti, po ka psuar pesë, pe fytyrën e Casillas si sta. Po se mund katër për Casillas, Stella, shumë e çuditshme sepse ai dha topin mbaroi. Edhe kaq. Gjithsesi dha topin dhe psoi golin e 5. Mbaroi 5-1. Baroja po dije që do mbaronte kështu, ëh. Dhe Aragones ka dërguar dikën farmacit marrë ca qetësues. Vicente Del Bosque.
është normale të ndodhë kështu, Del Boshke, më falë se ta që Aragonës. Si që ka triumfues, ka edhe njërës të zhgënjër, sigur se Holanda ka i qarë në artilje e tha e lira sigurisht para 4 viteve, ndosha nga bia dhe në Spanjollëve të shajnë. Tani pas 4 viteve. Gjithsesi, në fakt të doja, sigurisht për të mos vuajtur me situatën gjatë gjithë kohës, kujtoja edhe për publikun që në ndjekë se mund t'jenë interaktivë në komentet e tyre në Facebook. Ne kemi dashur sot të bëjmë një pyetje në lidhje me atmosferën e Brazilit, me qënë se di është komentuar ka gjatë gjithë shka ka ndodhur në performancën e ceremonisë hapjes. Sot kemi dashur të pyesim nëse janë karnavalet më mirë apo ky botror në Brazil. Kanë ardhur goxha komentet, cilat unë nuk do doja t'i ndaja në këtë lidhje të parë, por do t'i ruaja në minutat vazhdim, edhe pse në fakt të gjitha komentet momentalisht edhe në faqet e para të shtypit shkruar kudo në botë janë referuar rezultatit cili pritej me ëndje hapasapi. Gjithsesi, pak më vonë do doja të ndalesha edhe tek përshtypjet e shqiptarëve, cilët dua t'i falenderoj që janë aktive dhe në faqen tonë në Facebook, duke dhënë komentet e tyre dhe duke qenë protagonistë të orës së botrore. Bukur, atëherë do të lidhemi pak më vonë sërish, mos haro atë mesazhin e Marsidës, sepse e kishte me merakit ja lexonin patjetër. Ka i mesazh tetë origjinal, prandaj do ta. Ka shumë mesazhe origjinale, unë po i shiham një sy të përgjithshëm, do ndalim detaj pas pak. Mirë, në rregull. Atëherë, folëm për gjykimin, folëm për gafat e ndeshjes Meksikës. Tani radhën e ka e Lira, besoj se... Me zi po presëm ke lej. Nuk do flasim më për Hollandën, nuk keni ardhur kota, në ditë. Jo, tani, me Hollandën nuk flasim. Okej, vazhdojmë flasim. Jo, kisha ndërmend të flisja për Meksikën në këtë moment. Tani të themi një çik mirë mbrëma. Po patjetër. Seriozisht mirë mbrëma, se që pari e kishim kështu me shaka. Mirë se na ke ardhur, rast parë. Mirë se ju gjej. Shumë sukses të Kildemit në emisionin sportiv. Unë e di që ti emisionin sportiv e i drejtor një jashtëzakonisht mirë, se e kam parë para 14 vjetësh. Kur, moj? 14 Nuk jam ka që ma të betohen. Gjesi, të betohen. Para 14 vjetës, sa mi që e mbanë mëndu. Po, sigurisht, sepse kemi qenë në një redaksi, që e mbaj mënd, që edhe të shionit, me njësët e politika gjithmonë, shikohet që do ndodhë tani. Mbrëm isha në një studio tjetër. Po. Edhe bëra një parashikim, normalisht për Hollandën më thani që e bërë si tifoze, kështu që të ftojmë në studio që të të masakrojmë. Ta që nuk vi, sepse Nertila Galliu dhe Kildemi më presin tek Ora News, e din që do të mbroj Hollandën, kështu që ta shikojmë. Dhe kam thënë, me paturpsin time më të madhe 2-1. Apo gabim. Shumë gabim. Nuk ja fal vete si kërkojnë ndjes të gjithë tifozëve holandez, po 5-1 më falni. Që do fitonte Holanda, nuk e thoja si tifoze, sepse Spanja është vërtet e lodhur dhe nuk e di, ta heqim këtë tani. Nuk e di pse nuk më beson të njëri që Spanja është e lodhur. Elvira, s'ke marrë një kup bote, pse bën kështu tani? Po pritë do ta marrë. Po s'ke marrë një kup bote, një ta marrësh. E di që Anglia të vetë me nërë që e ka marrë kupën e botës, e ka marrë një gol pa qënë. Kur Spanja? Anglia, dikur. Anglia, po edhe Anglia është një ashtu mirë. Ka qenë një gol i cili u shpik nga gjyqtari, prandaj dolën kampion botën. Tani nuk fitojnë këtë enkel, sepse ka një tangallik të papar holandezët, në mënyrë se si. Kuj ka tangallikun të si? Jo, shiko, prandaj nuk fitoni asnjëherë. Një seriozisht asë njerë. O, Altin, e ke shumë gabim. Dakord për sot, po të shikoj, jo, po s'tash 2-1, 5-1, me ke pëlluja ty, pëlluja në Spanjë. Po lere tani mua kjo ishte një aksident. Nuk përta keli që do barazoj Spanja me 4-1. Fitoria e Hollandës sot si fitoria e Pepe Grillos në Itali. Nuk e se do ndodhi prapë. Mirë, të shikoni ajo që do ndodhi kemi dalë 3 në finale. Të shikoni kur të ndryshojnë analizat shqiptar. Ju për ndeshjet e para në grupi keni pikët e plota që keni marrë. Për friendly game jeni të parët. Për ndeshjet e para kështu. Kur shkonin finale, Hollandës i dridhen këmbët. Ka probleme serioze me. E di këtë ti, e di. Tani mbrojnë gjyrat se këtu ndërim kur apo duhet presim? Jo, hyn ndërim ku duhet. Atëherë për dinin kemi dalë 3 herë finale, nuk është hera parë. Anglia një ka dalë dhe me atë golin fantazën. Anglia në respektoj shumë, po duhet kemi parasysh që neve na kalun 40-at. 74, 2014, 40-at. Ne këtë radhe marrim. Po shkum finale. Po të shkum është tjetër gjë. Kur s'keni marrë me Cruyffin, s'keni për të marrë ndonjëherë. Po pikërisht pa ikën 3 herët. Për shembull, sot as ju nuk e besoni që do fitoni, ë? Kaq shumë. Si tifoz po, me atë lojë, ne e pam bashkë pjesën e parë. Unë nuk jam euforike. Pjesën e parë. Si zonja, unë them që sot Holanda luajti shumë mirë. Ishte pa parashikueshme edhe nga kompanitë e basave që Holanda të fitonte, sidomos me këtë Holanda grupi se sa Holanda. Por sot kam parë një Holland që kishte gjithsej 2 emra, por kishte një ekip shumë kompakt. Ka bërë pressing gjatë gjithë kohës 90 minutave dhe kjo është gjë për urdhëruar. Sepse
të gjithë ekipet e tjera, në çdo ekip që ka pas Holanda ka pas minimumi 6 ose 7 lojtarë shumë cilësor, Terral ka maksimumi 2 lojtarë cilësor, po Van Gaali me sa shoh ka bërë një ekip shumë kompakt dhe është ekipi ai që dha rezultatin sot se nuk janë individualitetet. Shikoj ju skeptikat, a mund të më thoni cilat ishin pikat e dobta të Holandës sot? Pikat e dobta, okej. Holanda ka gjithmonë, në qoftë se pa pjesën e parë, unë mendoj që Da Silva e kishte në dorë që mund ta mbyllë ndeshjen 2-0, erdhi një gol fantastik. Që ti bëjmë një analizë, që ti bëjmë një analizë të shpejtë. Unë besoj publicitet, Forca Meksika. Publicitet. Shumë faleminderit. Ndërkohë kam një pyetje për Igli Carën, është nëse unë do të vija të zgjidhja para fitores së Hollandës sot dhe rënies qeverisë, këtë do zgjidhje? Po ç'pun kemi me qeverinë? Se dy qeveria të Po e përrizon, po unë do të themi gjë tjetër për t'ja përgjigje. Ndofta kjo fitore e Hollandës sot ka të bëjë dhe me uniformën. Po të veshesh e pra që lunë me uniformë blu. Shenjë mirë kjo. Këto nuk e di, këto nuk e di. Përveç teje, në PD ka të tjerë tifozë me Hollandën, përveç doktorit që e dim sot që është në Hollandën, është sigurt. Nëse është gjithmonë me të që fiton. Po, normal. Është në PD, është Laila në Hollandë. Se qarkullojnë fjalë... Mediat kanë për çfarë? Jo, që ka tifozat tjerë të Hollandës, por nuk prononcohen, si Malinda Bregu. Mirë, shumë. Dini tjetër? Jo. Ne si shpijemi me Shqipërinë. Është dhe Flori me Hollandën? Është Flori Mima me Hollandën. Basha me? Po Basha me Hollandën do t'jetë. Po Basha do t'jetë mas nesh, gjithmonë me Hollandën. Derisa Edlira është me Meksikën, atëherë Basha do t'jetë me Hollandën. Apo s'ka lind në Hollandë Basha, që ka bimë. Ishte më të e për shumë. Binde që shumë të isha me Italinë, po. Mirë bërë asi. Më mirë nuk ka ku shkon. Mirë shumë. Gjesi do të pyeste diçka, po ka turp. Do të pyeste cili është lojtari, cili ishte lojtari më i mirë në fushë. Për mua aty ishte ekip shumë i mirë për mua sot, nuk është si ishin emrat veçantë, po ndofta goli i parë. Van Persit ishte goli që ndofte edhe zemrë dhe si thosh thyu pak lojën. Dhe në atë moment ishim pjesa 2 të kundër. 3 gole. Goli Brazil. Out of planet ishte gol. Nuk ishte gol planeti, në mënyrë të koordinimi. Ishte ekzekutim perfekt. Nuk i bëj një krahasim, më kujtohet një ndeshje e dikushme para 90-s, duhet të qenë 89-s. Partizani Tirana, goli Ason Papës. Fatmira Ason Papë. Ka qenë një gol pikërisht pak më larg se sa Van Persi, ka qenë mu tek vija e zonës Repsis dhe ka bërë një gol me kokë Tiranës, me thonë drejtën me të kokë. Ja ishim duke diskutuar në fakt për golin me Iglin dhe i thash vetëm me topa gjatë Holanda mund të fitojnë ndaj Spanjës. Krosi parë pastaj goli Van Persie. Ajo që më bëri përshtypje Enkel sot ishte se qina të kokë kam qenë me PD-n, ëh, ta di, 189. Enkel, ajo që më bëri përshtypje përveç PD-s. Më pëlqeu që protagonistët lojtarët me eksperiencë, Van Persie dhe Robben ishin pikërisht ata që u bën shtyllat e ekipit për Hollandën, mbase Robben erdhi dhe nga një akmarrje, nga një kampionat i humbur, nga mënyra se si kishte atë 8-8 me Garcia, portierin spanjoll, dhe normalisht ishte pikërisht ai që sot bëri një vallëzim holandez, golin e parë, golin e dytë, dhe për ironi të faktit sërish ishte Casillas që kishte një problem, dha topin. Ai që i mbajti në Kupën e Botës sot ishte megjithatë lojtari që Sara Carbonero do ta shikoj, nuk e di se çfarë do ndodhi, do ta intervistoj sot e dashur e tij gazetare. Sot ishin nuk e di. Bashkë sa për sot. Nuk e di tani. Sot ishin kam dhënë për intervistë radhës. Mirë tash 5 gola, po të flesh dhe vetëm, domethënë pastaj. Kurse Keli mendoj që në fakt ndeshja pati një lojtar surprizë, unë ndiqa gjithë frikë çift kur filloi ndeshja dhe realisht ai është lojtari që në Holandë kanë pritur me shumë skepticizëm. Në Shqipëri e njohin shumë pak, në botë e njohin akoma më pak, po është lojtari më i ri dhe gjithashtu i shpallur më i miri në Eredivisie, në ligën e parë holandeze, është Daley Blind. Blind, disa i thonë blind, disa blind. Daley Blind
është djali i Denit, nuk është moshatari i lojtari Deni Blind që ka luajtur pavarësisht në të njëjtin pozicion, është i biri dhe është më i mirë se Jati dhe është ai që bëri asistin për golin e Robin van Persit dhe veçanërisht në pjesën e parë kur Holanda se kishte marrë akoma veten, nuk ka bërë absolutisht asnjë pas të gabuar, zero. I priste shumë mirë topat veçanërisht pas që kishin kombinimin De Jong Blind, një skemë re e Van Galit kjo. Gjithmonë presionin në mesfushë e bënda nga krahu i majt ku luan të Robben. Krahu i Djati ishte një çik më i dobët i Holandës në pjesën e parë, po për mua Blindi ngelet absolutisht për të duar trukitur. I kishte humbur bloku Van Galit sot, ë? Si? S'kishe nevojë të matë shënime. Ishte interesante pyetja që i bën gazetarët pikërisht Van Galit sot, që i thanë kontrata e re me Manchesterin do të çfokusoj nga planet e tua për botrorin, mbase duhet të jetë një çfokusim pozitiv. Luajti me elegancë, me driblim, edhe në fakt fjalët e tij sot interpretoi ndeshje të shkëlqyer futbolli. Një nga ato ndeshje jo vetëm që merr 3 pikë, po një ndeshje që do mbahet mend gjatë në historinë e futbollit botror, sepse një kampion e botës të rrifet me rezultat 5-1 dhe mbas një goli në avantazh është diçka e jashtëzakonshme. Ajo që më bëri përshtypje ishte edhe Diego Costa sot, gjithë stadiumi në çdo top e përshëllente. Ishte e përshëllente çdo top e përshëllente. A e mban mend se çfarë i kemi bërë shqiptarëve të Zvicrës i hapën librin e shtëpisë. Mbase kjo nuk funksionoi që nuk u lidh asnjëherë dot me ekipin Diego Costa sot që të krijonte. Ndoshta duhet ishte Llorente në vend të Diego Costës atje. Llorente i themi në baskët. Për ngelimi pak të ndeshje që përmendi Altini që do hyjë në histori përveç kësaj, se u mund kamioni i botës në ndeshjen hapse tjera me radhë, është ndeshja që realisht i bën jo vetëm analistët shqiptar, por e bën botën sot t'i kthej syt nga Holanda. Deri tani ka qenë pas Francës me bookmakers, thoshin edhe pas. Deli me në të moment e ke high five, doli. Megjithatë, me që bota ka kthyer syt nga Holanda, këta votojnë pro apo kundër statusit? Janë pro këtë radhë. Je i bindur për këtë domun. Këtë radhë janë pro. E dira si të duken pro holandezët apo kundër statusit? Shpresojmë të jenë pro, duke qenë se janë të gëzuar tani nga fitoria. Shpresojmë të jenë më pozitiv. Kë kemi quar ne në Holland për të bërë lobbying? Unë se mbaj mend. Tifoza jo një herë, kështu që gabim i madh. Brava, kjo qenë ka e tmerrshme. Lidhjet e vërteta janë lidhjet që vinë nga nivelet e ulta, kështu që duhet çojmë popullin, shkojë dhe të negociojë. Jo, popullin e kemi quar, thuhet që komuna e Lazaratit po binjakzohet me një bashki në Hollandë. Po pse komuna me bashki? Jemi ende në atë fazën që duhet vendosim ta legalizojmë apo jo si Holanda, kështu që nëse legalizojmë atëherë do bëhemi. Jo, Lazarati është i legalizuar, nuk ka. Në një farë mënyrë apo? Bardhyr, ndalemi pak tek ndeshja dhe tek gjyqtarët, duke pasur se ndeshja dje unë këndestua shumë, sot në mediat e shkruara çdo lajm ishte për penalltinë e djeshme. Do të thënë që ndeshja e sotme e mbrëmjes ishte, do të thënë, e treta e vërteta, për sa i përket spektaklit dhe futbollit të bukur, sepse 2 ndeshjet e para realisht kaluan nëpërmjet polemikash. Me thënë drejtën, dje pas emisionit u përfshiva në vorbullën e rrjeteve sociale, duke parë komentet e huaja, gazetat, shtypin, dhe mund të kemë fjetur dje rreth orës 3:30, duke përfshirë rreth kësaj. Sa që në ora 3:30, tifozët filluan të bënin dhe film avizatimor me arbitrin japonez dje. Kështu që u bë domethënë arbitri i djeshëm u bë protagonist. Gjithë do të kemi parasysh që dje ai dha një 11 metrash, që duhet ta themi që nuk ishte, dhe anulloi një gol që sot goli i tretë i Hollandës, mua më duk më tepër faull ky se sa i Kroacisë dje. Këto 2 pika ishin kruciale të ndeshjes, anullimi i golit dhe dhënia e 11 metrashit. Mendoj se në dhënien e 11 metrashit unë e preka pak dje, do më thënë pjesën e 11 metrashit, por me pak pamje sa kishim ne, nuk është se jep mendimin e sakt. Gjithmonë në dhënien e faullave ndikon shumë pozicionimi i arbitrit, pra këndi vështrimit. Po ta shikoni, dhe po t'i referohemi rastit të djeshëm, çuditërisht arbitri është futur në pozicionin e gabuar, është futur në krahun e djathtë dhe akoma çuditërisht ka shkuar drejt e fundore mbasi ka dhënë shenjën e 11 metrashit. Gjë që unë jam befasuar me pozicionimin e tij,
që ndoshta nga pozicionimi gabuar nuk e ka parë mirë mbajtjen si që ka specifikuar ai mbajtje. I vazhdon dhe justifikon, pavarësisht nga... Shiko, vetëm pozicionimi, sepse kemi të bëjmë me nivele shumë të larta arbitrash. Nuk mundet që neve të kapemi që pse se dha, sepse nuk e di. Bëhet fjalë për nivele shumë të larta gjyqtarë. Për shembull, 11 metrash i sotëm, që është hapi dhe serinë e golave me Spanjën. Ne nuk po kemi akoma drejt ta transmetojmë, prandaj do ta interpretoj 11 metreshin unë me, do ta bëj unë me Gjesin. Gjesi do luaj rolin e Da Costës, kam përshtypjen, ndërsa unë do luaj rolin e mbrojtësit, edhe ti pastaj mund të gjykosh. Shtriu Gjes. Për ta përfunduar mendimin, do thosha që është shumë e vështirë nëse ke marrë pozicionin e gabuar për të bërë gjykimin e saktë. Dhe kështu që unë mendoj që pozicionimi gabuar i arbitrit ndoshta ka marrë dhe mendimin e gabuar dje. Ndërsa në ndeshjen e Meksikës, Meksik-Kamerun, sepse të dyja rastet kam fjalën për Spanjën, për Spanjën tani, për Spanjën. Unë jo më kot u shpreha që thash në ndeshjen e Spanjës me Hollandën, ndjem një kënaqësi sepse edhe arbitrimi kam përshtypjen se shkoj për 7 me ndeshje. Ki ishte 11 metrash. Për të parin. Po. Ja. Po pra Igli e shef. Për mua ishte 11 metrash. Për mua ishte 11 metrash. Keni shancin ta përsërisni apo jo? Po do do përsërisim pak më vonë. Megjithatë, me që jemi këtu, Gjes, ne kemi kronikën e Meksikës me Kamerunin. Edhe Dira me zor po e pret, prandaj. Do të pres. Do ta shohim. Ndjekim Meksik-Kamerun 1-0, rikthehemi sërish.